Mirë mbrëma, Zhelina jone dashur, i nderuar Bajram, e nderuar Habibe, më lejoni me theks të veçantë t'i përshëndes di aktivistët tonë me shpirt të madh, gjithë banorët e komunës së Zhelinës, të nderuar lider të Vlenit, të nderuar ministra, deputet, funksionar të Vlenit, në veçanti më lejoni të përshëndes edhe Blerimin, kandidatin ton që do i pri betejës për mandatin e ardhshëm dhe barcin e listës Ruhi Demirin që mbrapa vetës ka një grup profesionistësh të këshilltarëve që të na përfaqësojnë neve në mandatin e ardhshëm. Ju e dini se këtu jeni në bastionin që goditjen e parë ka marrë zullumi pikërisht nga ky vend, nga kjo komunë. Edhe goditjen e fundit për të shkuar në pension dhe e marrë nga këtu, dhe ashtu si do të fitojmë në çdo komunë shqiptare, fitores do t'i pri komuna e Zhelinës. Të nderuar motra dhe vëllezër, ne një vit e diçka jemi në qeveri dhe ju e dini dhe e kuptoni fort mirë tash se çfarë do të thotë të qeverisësh nga njerëz të ndershëm, të moralshëm, të pakorruptuar që nuk kërkojnë arsjetime dhe as që ankohen për pengesat, po vazhdimisht bëjnë punë ditë e natë për të mirën e shqiptarëve, për zhvillimin e komunave tona, për investime kapitale dhe fal angazhimit të qeverisë, sot edhe në komunën e Zhelinës po realizohen 25 projekte në mbar komunën tonë. Dhe nga kjo shihet qartë se çfarë mund të bëj kur bashkohet qeverisja qendrore me atë komunale siç është komuna. Mund të sillet zhvillim, mund të bëhet përparim, mund të realizohen projekte dhe komunat tona të hinë në një fazë të re të zhvillimit. Dhe mesazhi jon për të gjithë ata është që ne më ja prem kokën korrupsionit në nivel qendror, tani dal nga dal po ja presim rënjët edhe në çdo komunë shqiptare. Andaj të nderuar të pranishëm, sonte besoj që ju kur keni ardhur këtu, keni shkel në këtë bulevardin këtu, që është padyshim bulevardi më i bukur në vend. Ndoshta ka edhe bulevarde më të shtrenjta keni pa në Evropë, po gjithsesi se ky bulevard është simboli i komunës së Zhelinës, jo vetëm si fshat, po i gjithë komunës dhe i gjithë banorëve. Dhe ne nuk do të ndalemi këtu. Me Blerimin do ta shndrojmë komunën e Zhelinës vërtet në një komunë urbane, pasi gjithë hapat e nevojshme janë marrë. Ju e dini se këtu ka realizim të projekteve jo vetëm në infrastrukturë, jo vetëm në ujësjellsa dhe kanalizime, jo në shërbime, ne kemi sjellë edhe shërbimin e kartave të identitetit dhe në vazhdimsi do t'i pajisim qytetarët me gjithë nevojat dhe shërbimet që lipen për një komunë urbane dhe definitiv Zhelinën nga një fshat do t'a shndrojmë në Zhelina City. Kur erdhëm këtu rrugës, dikush nga shokët më tha, më falë tha, ku jemi tha, më duket krejt si me qenë në Dubai. Dhe realisht, ky fshat po merr më pamje të një fshati modern, të bukur, të ndërtuar, me infrastrukturë, të pastër, pa mbeturina dhe mbi të gjitha të pastër, pa korrupsion, menaxhohet nga njerëz të ndershëm dhe me vizion. Ndërsa tani patjetër e kam që të përcjell edhe një mesazh për këto që janë në ikje dhe në perëndim. A e shihni se si mundohen ta ngushëllojnë veten? Bashkoi o shqiptar për referendum, se shqiptarët janë në krizë. Jobe, Aliameti o në krizë. Soravia o në krizë. Ish qeveria e korruptuar me korrupsion ka përfundu dhe va kemi pre gjitha lindjet e korruptimit, tenderave dhe korrupsionit. Ata kanë marrë fund
po mundohen t'i ngushëllojnë aktivistët. E dini kur përfunduan zgjedhjet, thoshin vleni së në bën qeveri, ne bëm qeveri. Mbas një muaji do prishet qeveria, ne vazhduam një vit e gjys. Për vitin e ri do t'hi BDI në qeveri. BDI e ke në opozit. Në janar, në shkurt, në mars, erdhen gjitha të muaj shkun, ato t'u i rejt vazhdimisht aktivistët e vetë, pritni edhe pak. Dhe unë po va them me plot përgjegjësi, BDI nuk kthehet në qeveri. BDI ka karton të zi nga SBA-t dhe janë në listat e zeza. BDI ka karton të kuq nga BE dhe dini fort mirë deklaratën e ambasadorit holandes mu në zirën e BDI-s. Pengesa kryesore që Macedonia nuk shkon në Evropë, i tha Aliut, je pikërisht ti edhe BDI-ja. Dhe për një fakt tjetër, shumë të rëndësishëm, BDI nuk do t'jetë në qeveri, për shkak se vleni do të fitojnë në këto zgjedhje në çdo komunë shqiptare. Dhe do t'a ketë edhe kartonin e kuq, edhe kartonin e zi. Dhe shqiptarët janë me vlenin kuq e zi. Dihet kjo punë. Dhe për në fund, këtë show që e bëjnë këtë teatron, 15 ata na qenë kanë në mbrojtjet shqiptarve dhe ne qenë kemi bota sërbe. As një lidhje, as një argument, as një fakt se kam para vetës. Nga njerë më thunë, meru më shumë me pjesën e punëve që kemi realizu, që ka vërtet shumë punë për të lavdëru edhe për t'i përmend, por gjithsesi se duhet vapëm një përgjigje. Po që se hini në ChatGPT dhe klikoni ati Bujar Osmani, sa vizita ka bon Sërbi, sa në Kosovë, do dale se oficial 11 i ka bon Sërbi, 0 në Kosovë. Dhe po që se jeni shqiptar që se di ku shë bujari edhe nga vinë bujari, më shumë fiton një percepcion se është ambasadori jashtëm i Sërbis, se sa një ambasador shqiptar në kuadër të qeverisë Macedonisë. E tani, kush është bota sërbe këtu? Mbi 50 projekte të nënshkrume i keni në takimin që mori pjesë solemne dhe Aliu në katedralën e Shën Naumit. Dhe gjitha ta kanë hiperkusione edhe tash, se kanë obligim që të realizohen. Dhe tjetra është që në momentet më kritike, kur Serbia pritesht të ndëshkohet nga BE-ja, ka faktorin ndërkombëtar, të shpikën Open Balkanin, që e refuzon gjithë të tjerët në rajon, Bosnia, Malizi, dhe ajo më e rëndësishmja Kosova, dhe dulën këto patriotët me bataria ju bashkangjitën ide sërbe për Balkanin e hapur, që penalizon Kosovën, që shkel shqiptarët, që është favori kryesor për të qitë nga rrethimi Sërbin dhe kolapsin ekonomik që ka ekonomia sërbe në rajon, dhe përfituesi më i madh i gjithë kësaj situate është Serbia dhe padishim humbësi më i madh është Kosova. Ne i tham jo, ne jemi me Albinin, jemi me Kosovën, nuk jemi me Vučićin, nuk jemi me Antićin, nuk jemi me Open Balkanin. Ma qartë, ma shkurt, ma shqip, se kaq, nuk ka se si deshifrohet kush është bota sërbe dhe kush mbron interesat e shqiptarve. Edhe njerë ju përshëndes nga zemra e Zhelinës dhe njëherit Blerimit i dëshiroj shumë suksese për transformimin e komunës nga një komunë rurale në një komunë urbane. Urime na prifte mbara me një fitore plebiscitare.